Një bashkëjetesë në komunitet me rregulla dhe standarde është çelësi i suksesit. Gazmir Selimi, nënkryetari i shoqatës administratorëve të qytetit të Vlorës dhe një prej administratorëve të parë dhe të licencuar nga bashkia, po shënon një tjetër histori suksesi në një pallat që ka marrë së fundmi në administrim, Pallati Sazani 103 hyrja 14. Një nga administratorët e përkushtuar të pallateve në Vlorë, tashmë me një sfidë të re. Puna ka nisur në këto objekt për ta shndruar pamjen e tij dhe për të sjellë një mjedis sa më të qytetëruar. Ky quhet objekti rruga Sazani 103, apartamenti 14. Kemi filluar që me riparimin e ashensorit që ishte jashtë pune. Jemi në momente që kemi bërë dakordsimin me drejtorinë e OSHE-s dhe presim sot presim vendimin dhe është mirat marrë për spostimin e boksave elektrik, përsa janë një gjendje shumë kritike dhe të amortizuar, dhe duhet të falenderoj drejtorin për të pjesë, na kanë ndihmuar pa mas në gjitha aspektet që procedurat që duhen, se më problemi kryesor janë procedurat dhe letrat përse sa të vemi të pjesa e punës. Admirimi më i madh është që nuk gjej fjalë për ta shprehur, është asambleja që është zgjedhur e pallatit, të gjithë banorët që kanë qenë një dakordsi shumë e mirë dhe unë do të falenderoj pa mas dhe këmbgulja e tyre për të më sjellë si administrator, se më donin dhe administrator dhe kryetarin e shoqatës se donin ta kishin në kryetarin e shoqatës donin ta kishin në një pallatin e tyre. Kemi filluar me ashensorin, është riparuar, kemi filluar me montimin e kamerave, lyerjen, siç po shikoni që ka kaluar dore pare ast, kjo është astari dhe lart po fillohet po lyet që do ta ndjekim nga mbas. Kemi restauruar pompat e ujit në garazh që do i monitorojmë për pak dhe kemi disa gjëra të tjera dhe biles do t'u japim dhe një foto të fundit që na i ka dhënë arkitektja se si do përfundoj hyrja e pallatit këtu ku jemi. Pra ka ende punë. Realisht nuk ka shumë punë, po thjesht shpresojmë që brenda muajit qershor të kemi të përfunduara. Antarja e bordit të administrimit të këtij pallati, Valentina Pluska, thotë se në fillim ishte e vështirë, por fal punës së bërë nga administratori Gazmir Selimi, gjithçka po ndryshon dhe banorët e përqafuan. Ne falenderoj nga zemra sepse pa një administrator, pa një bashkëpunim me të tërë ne bashkëpronarët për organizimin dhe bashkëpunimin duke e menaxhuar të tërë me kryesin, ne nuk arrinim dot të ndryshonim gjërat dhe jam e gëzuar që gjërat po ndryshojnë pozitivisht. Patëm shumë vështirësi në fillim sepse njerëzit kishin humbur besimin, se me vite do me thënë jo dikush kishte dhënë para, jo dikush nuk jepte, po gjërat nuk bëheshin dhe ne le të bëjmë shembull për tërë Vlorën dhe falenderoj nga zemra tërë bordin dhe tërë bashkëpronarët e mi në këtë hyrje që nga Arta, nga Ilmiu, nga Xhaferi, më falni nga Ema dhe në fund Gazi, Erioni, që e kemi dhe kryetar të bordit, me një bashkëpunim edhe me një vendosmëri që ne do ta bëjmë këtë gjë, thyem dhe mitin që gjërat, po që se njeriu do t'i bëj, dhe jo vetëm si që mbajmë pastërtin brenda në shtëpi, po dhe në ambientet e përbashkëta, çdo gjë realizohet. Dhe një falenderim të madh që Gazi na besovi dhe u bë administratori jonë dhe ju bëj thirrje tërë bashkëpronarëve të apartamenteve të tjera. Ka ardhur koha që duhet administrator. Gjendja e bokseve elektrik ishte një tjetër problem vete për këtë pallat, ku rrezikohej jeta e banorëve, por tashmë administratori Gazmir Selimi i ka dhënë një zgjidhje dhe se shumë shpejt situata do të ndryshojë. Kjo është gjendja që kemi të bokseve elektrik, që është një realisht, shikoj ku jemi, gjendja që ashensori, Zoti të na ruaj fëmijët. Kjo është gjëja më kryesore që kemi, se ata kemi gjendë më të shtrenjtë, se prandaj përpiqemi të jetojmë dhe të punojmë për fëmijët tanë që të kenë një ardhmë sa të mirë. Prandaj dhe kërkesa jonë tek drejtori i OSHE-s nuk na vajti dëm, e falenderoj pa mas për arsyen që na është përgjigjur në kohë shumë të shpejtë dhe biles këto ditë ne do fillojmë spostimin e boksave që do kalojnë në zonën këtu. Ashtu si që tha dhe administrator Gazi për punën e bokseve elektrik, ishte shumë shqetësuese sepse të gjithë ne bashkëpronarët, sidomos ne që jemi
nëna, gjyshe dhe kemi fëmijët. Kishte një rrezikshmëri për korrentin elektrik që është shumë pranë ashensorit dhe unë e kam ndjekur në mënyrë legjislative me OSHE-n së bashku me Artën dhe me bordin e këtij pallati dhe dua të falenderoj nga zemra shef Altinin për mbështetjen dhe që na mirë kuptovi dhe mori vendimin e dur që dhe ne jemi të qetë që kjo do spostohet edhe atë shef më duket Bledi për zbatimin e tij. Një falenderim nga të tërë bordi. Një shembull i mirë dhe pozitiv se si do të jetë ky pallat në të ardhmen është kati 6 i banimit, tashmë i përfunduar. Katin e 6 banim, siç e shikoni që këtu është çdo gjë është përfunduar lyerja, në këtë gjendje do dalë gjithë godina. Përveç hyrjes që ka disa gjëra element plus, ka këndet e informacionit, ka sinjalizimet, ka gjitha apartamentet që jepen me B&B-n, kanë edhe ato do vendosen, çdo gjë do jetë e programuar në vendin e vet, që të dali sa më e këndshme dhe hyrja, se siç ti thoni fjalë që hyrja duket sa e bukur është, pastaj lart çdo gjë është individuale. Administratori Gazmir Selimi vlerëson ligjin e ri për administrimin e pallateve dhe objekteve. Është për të admiruar ligji i ri për arsye se jep ndihmës të madhe dhe administratorëve, por edhe banorëve që të kërkojnë që se në shumë pallate të Vlorës, të flasim për zonën tonë, kemi shumë që janë septik për asë jo banojmë një ditë, jo banojmë 5 ditë. Ligji nuk e ka të shkruar që duhet të paguaj, se s'bën një muaj, se vetëm një muaj ri ose ligji, ashensori mirëmbahet gjithë vitin, shkallët pastrojnë gjithë vitin, riparimet bëhen gjithë vitin, që kështu dhe ligji prandaj ka parashikuar që pagesat dhe detyrimet janë për gjithë vitin, për të paguar. Banorët e pallatit Sazani 103 hyrja 14 janë të kënaqur me punën e bërë nga administrimi i këtij pallati. Jemi krenar për këtë administratorin e ri. Ka bërë ndryshime që disa javë të para. Kjo është vlera e vërtetë. Kemi bërë ndryshime para se të ndryshonte ose të dilte ligji. Kjo tregon që kemi një nismë të mirë. Kemi pasur një organizim super nga banorët që janë këtu, nga bordi drejtues që shumica jetojnë në Evropë dhe në botë, domethënë që sillin vlerat tona nga jashtë shtetit dhe do ta përmirësojnë këtë për veten tonë, sepse kjo është prona tonë e përbashkët. Edhe me eksperiencën e Gazmirit, kjo do jetë një diçka e realizueshme. Shoqata administratorëve të qytetit të Vlorës e njohur dhe certifikuar nga Bashkia e Vlorës, por nënkryetari i kësaj shoqate, Gazmir Selimi, i cili ka disa pallate dhe objekte në administrim, kujdeset çdo ditë për mirëmbajtjen e të gjitha ambienteve të përbashkëta të këtyre objekteve, që nga ashensori e të tjerë, kujdesi për gjelbërimin dhe pastërtinë e ambientit të jashtëm, pastërti, gjelbërim, rregull, siguri maksimal dhe ambient bashkëkohor. Ky është çelësi i suksesit të një administrimi me përkushtim.